Të nderuar qytetarë të Gjilanit, të nderuar përfaqësues të mediave, ju falenderoj që keni përgjigjur ftesës tonë në këtë konferencë të ftuar nga Partia Demokratike për të shprehur edhe një herë shqetësimet tona serioze lidhur me të gjetrat në raportin financiar për vitin 2024, janë të gjetrat të cilat e dëshmojnë edhe një herë atë që ne si Partia Demokratike në vazhdimsi kemi ngritur problemet serioze që ekzistojnë në udhëheqjen komunale të Gjilanit. Sigurisht që shkelet janë të vazhdueshme të ligjit për financave publike në veçanti dhe të ligjit të prokurimit. Dhe si dhe shumë probleme të tjera të cilat janë shkaktuar nga këto shkelje ligjore, sepse kanë sjellë komunën e Gjilanit në një gjendje alarmante ku askush nuk jep llogari për shpenzimin dhe mënyrën e harxhimit të paras publike dhe të buxhetit të komunës së Gjilanit. Ne përfillojmë nga i pari komunës, kryetari i komunës Albani Hyseni, i cili në seancën e fundit të Kuvendit Komunal edhe një herë dëshmoi gatishmërisë e tij për të ikur përgjegjësisë llogaridhënies, sepse kërkoi që raporti i tij punës vjetore për vitin 2024, si dhe raportin financiar për vitin 2024, ta shtyj për një seancë tjetër. Kjo flet shumë, sepse ja kanë qenë 3 muaj prej janarit, shkurtit, marsit, që është përgatit raporti financiar dhe raporti i punës kryetarit të komunës, dhe i cili është mburr për shumë punë, ndërsa kur vjen puna me dhënë llogari para të zgjedhurve të popullit në Kuvendin Komunal, i ik dhe kërkon që këto pika të shtyhen për një seancë tjetër. Kjo flet shumë për ato që ne sot do t'i paraqesim në këtë konferencë me ju. Sigurisht që gjendja më shqetësuese, më serioze është te detyria e buxhetit dhe financave. E dim që sot ajo detyri nuk ka asnjëtar, nuk ka as ushtrues detyre. Prej kohës kur është ndërheq detyresha Aerolind, zona e nderuar, prej asaj kohe ajo detyri sot nuk ka zgjidhje. Domthonë askush nuk di çfarë po ndodh sot me miliona euro të këtij viti që janë planifikuar në buxhet. Jo rastësisht nuk ka, sepse është detyresha e 4 në këtë mandat që e ka kryer një pjesë të përgjegjësisë sajna dhe të tjerët sot e refuzojnë kërkesën e kryetarit të komunës për të marrë përgjegjësinë e detyri, sepse e ka bërë lëm atë detyri. Dhe askush nuk e ka guximin të merr përgjegjësi për ta vazhduar edhe pak muaj deri në fund mandatit këtë detyri me udhëheq që është njëra prej shtyllave kryesore të qeverisë komunale. Jo rastësisht, komuna e Gjilanit për 3 vite radhaze është përjashtuar nga aplikimi për grantet që i ndan Demosi bashkë me APL-n për komunat që vlerësohen për performancë të tyre në qeverisin komunale. Gjilani domthon sot as nuk mirret parasysh prej ministrisë apo Demosit për me vlerësu punën e saj, sepse shkelet janë as të mëdha që konstatu jo prej vetëm neve si përfaqësues politik në Kuvendin Komunal apo neve si subjekt politik, por është konstatu prej raportit auditorit përgjithshëm dhe për çdo organizate që e mbikëqyr dhe monitoron punën dhe performancën e komunës së Gjilanit. Kjo tregon që vlerësimet kanë qenë jashtëzakonisht ulta dhe të dëmshme për një qeverisje të madhe siç është komuna e Gjilanit. Ne si PDK po fokusohemi tash te raporti financiar i vitit 2024, e kemi analizuar me kujdes çdo veprim financiar të buxhetit komunal që ka qenë i planifikuar dhe i shpenzuar për vitin 2024, që ka shumën në vlerë prej 41.3 milion euro. Unë jam fokusu në 5 gjetje, në 5 shtylla kryesore të cilat sot do t'i prezantoj para jush. Gjetja e parë, më shqetësuese, më e madhja, është me problemin që janë shpenzu 6.241.750 euro e 67 cent për pagesa të vendimeve të gjykatave. Kjo asnjëherë prej vitit 2020 e këndej, asnjëherë nuk ka ndodhur që brenda një viti gjykatat, vendimet e gjykatave t'ia marrin komunës së Gjilanit nga llogaritë e saj 6.241.750 euro. Kjo flet shumë. Kjo flet që ky kryetari i komunës
nuk ka qenë i gatshëm asnjëherë me e marrë parasysh qëndrimin e Partisë Demokratike kur është miratu buxheti i vitit 2024, që kemi kërku se të planifikohen në buxhet edhe obligimet që i ka Komuna e Gjilanit ndaj palëve të ndryshme edhe ndaj qytetarëve të Gjilanit. Ka refuzu kategorikisht duke insistu që të fusë në buxhet projekte kapitale që ne kemi thënë janë të pararealizueshme, të cilat sigurisht do të numëroj një nga një, disa prej tyre të mëdha. Pra, 6 milion e 200.000 të planifikuara për projekte ja merr gjykata. Shumica janë të shmundësimet, janë të mësimdhënësit që kanë fituar rastet e tyre në gjykata, janë të ndërma operatorët ekonomik, para mendoje, planifikon projekte të reja kryetari i komunës buxhet dhe ndërsa janë të vazhdu projektet e vjetra dhe krijon obligimet kur përfundojnë ato, nuk është në gjendje me nis projektet e reja, sepse gjykata ja merr parat për projektet e vjetra, të cilat nuk i ka planifikuar në buxhet. Pra, për 75 procese gjyqësore të vendimeve të mëdha, janë 21 vendime të gjykatave në vlerë prej 1.3 milionë janë për shpunësime. Për kompenzimin e mësimdhënësve janë paguar SPAKU 25 vendime të gjykatave në vlerë prej 1.270.000. Për kompenzimin e stafit shëndetësor janë paguar 4 vendime. Për kompenzimin e shërbësve civil 374.000 euro. Për pagesat e projekteve të komunës janë paguar 15 vendime të gjykatas në vlerë prej 690.000 euro. Dhe qindra vendime tjera gjyqësore individuale që palët i kanë fituar rastet e përgjykata ndaj komunës Gjilanit, e cila e ka humbur 100% të këtyre rastave në proceset të gjykatave. Nëse për të kë, edhe për amiratimit të buxhetit komunal, kemi kërkuar rritjen e buxhetit për shpunësime, sepse janë borxhe të cilat kryetari i komunës janë dëshmit, janë proces verbale të seancave të komandantit komunal, ku del thot nuk ka borxhe më, flet me siguri të madhe që nuk ka borxhe. Ndërsa 6 milionë ka marrë 2024 gjykatat dhe sot me 31 dhjetor të 2024-s figurojnë plus borxhe të reja sipas raportit zyrtar financiar edhe 2.855.994 euro borxhe të papaguara. Për këtyre janë shumica për të kësaj. Janë të shpronësimeve, janë 2 milion euro dhe janë 800.000 euro të operatorëve ekonomik për projekte të cilat i kanë realizu gjatë vitit kalum dhe nuk i kanë realizu. E çka është më interesante, 6 milion euro ka marrë gjykata, 3 milion euro gati në borxhe të reja, në anën tjetër i kanë marrë 2 milion euro borxhe komunës së Gjilanit në fund të vitit të kalendarit 2024. Domethënë, ka pas pare dhe 2 milion euro të pashfrytzueshme. Domethënë, aq ka kaos, aq ka parregullsi, aq ka shkelje të mëdha sa që më nuk dihet çu votohet, aq që shpenzohet, gjithçka nis dhe përfundon buxheti nuk shpenzohet pa ushall. Dhe kjo e ka rëndu jashtëzakonisht shumë situatën. Gjetja e dytë serioze për ne që kemi konstatuar është mënyra që është shpenzu 3.5 milion euro tjera, jo të gjykatave tjera, prej planifikimit. Domthonë 3.5 milion euro të hyrave vetanake kanë qenë të planifikuar për disa projekte, mirë po gjatë vitit që ka ndodhur. Ato projekte nuk janë realizu, sepse ka nis projekte tjera jashtë planifikimit. Janë dhjetra, edhe për mos me numëru të gjitha, unë po i filloj vetëm disa prej tyre. Që është e para për kapesha që ne kemi vlerësuar. Janë 3 projekte të kontratës sociale me pilot projektin e USAID-it amerikan. Janë një projekt në Besalc, një është në Zhegër, një është Viresh. Para 2 viteve, qysh ne kur kemi qenë parë qeverisje, kemi filluar një pilot projekt me USAID-in, kemi organizuar dëgjime publike, pastaj ka vazhdu qindra qytetarë kanë marrë pjesë në ato takime të rëndësishme, kanë votu, i kanë shtinë buxhet dhe 0 euro janë shpenzuar 140.000 euro. Domethënë, kur një donator që ka dhënë kontributin më të madh për luftën në Kosovë, siç është USAID-i, arrin ky kryetar komune me e mashtru. Po tha me e mashtru se s'ka definicion tjetër që unë mundem me e thonë pse s'ka ndodhur në investim i tillë.
Kur farë pengese nuk ka pas. As për shpunësime, as për buxhet, as për të nderem procedat të nderimit, absolutisht asnjë çështje nuk ka qenë pengesë, por pas ka thonë ma mirë për i shpenzoj dikon tjetër, për cilat të të ngres në pikën tjetër, i ka shpenzu edhe këtë pare për pagat e kontratave në vepër, që për neve është një problem serioz tjetër që të ta e kemi ngritë dhe ma herë të ta kemi edhe më vonë. Ndërtimi i urave janë planifiku 3 ura. Realisht 6 ura janë planifiku në 2 projekte. E para, ndërtimi i urave në fshatin Demira, i Gumnish, Kacabash. Asnjë herë nuk është shpenzuar për 70.000 euro të planifikuar. Ndërtimi i urave në fshatin Zhegovs, Livaç, Çelek, 105.000 euro. Asnjë herë nuk është shpenzuar sepse i kanë pagu tjera projekte të paplanifikuara. Ndërtimi i rrugëve në fshatin ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Zhegër u shpenzua asfaltimi i rrugëve në fshatin Shillov. Domthonë 140.000 euro të Zhegrës që kanë planifikuar për Zhegër, i kanë shpenzuar për Shillov dhe në Cërnicë dhe në Rafçeç. Nuk kem kundër. Po një buxhet që i planifikuar me kohë, u dosh me ditë që dosh me realizuar ato dhe jo me i lën atë fshat madh me çu dika tjetër. Investimet janë të mira po do të ndodhin, po nuk bën në këtë formë me shije dhe me ndikime të militantëve të partisë pushtet, mi ja hek dikujt projektin e mi ja çu dikujt atë shtëpia asfaltin. Ndërtimi i rrugëve Laxhen Fidanishte, çerdhja e fëmijëve, ambulanta e kësaj zone të gjitha janë anuluar dhe nuk janë realizuar pse planifikuar. Ndërtimi i rrugës te varrezat e reja të qytetit fshatit Shillov. Edhe ky projekt di që është tetë e rëndësishëm. I ka marrë parë 320.000 euro, nuk ka shpenzuar për rrugën e varrezave, i ka shpenzuar për një rrugë krejt tjetër që ka të bëjë edhe atë me shije personale të kryetarit të komunës, duke lënë keq projektin e varrezave të qytetit. E nëse flasim për bulevardin e qytetit që ka qenë për projekteve më përfolura, 1 milion euro kanë qenë të planifikuar, të ndame për këtë projekt në vitin 2024. Kush e ka pengu këtë kryetar komune dhe këtë qeverisje me i nis procedurat e tenderimit me nënshu kontratën dhe me nis punë. Kush e ka pengu. Sot del viktimizohet, thotë se opozita ma ka heq projektin e bulevardit. Jo, ne kemi qenë kundër përsëritjes së gjendjes njëjtë që ato pare planifikohen dhe nuk kanë gjendje me nis. Po dëshmoj që nuk kanë gjendje me nis. Shpallë nder me keq përdorime. Fol për kurdisë të ndera, për të përfitu personalisht, sepse e ka nis marë për interesat tina personale. Paramenaje njëra prej absurditeteve në këtë nder, vesh njëra prej tyre, ka kërku që të pajiset e kompanisë, e cila do të marrë të nderin e bulevardit, do të pas gjep 4 herë 4. Atë kritere ka qitë kompanisë, e cila do të me fitu të nderin përveç tjera, për ka me pas gjep 4 herë 4. Midë dhe qytetit, qëtë kriter. Pse? Për mja pa mundësu dikojna që s'ka gjep në ndërmarrjes publike, e mja ndrejsh dikojna që e ka gjipin. Paramenaj e qëfar absurditeti. Nëse flasmi për projekte tjera, ta është shumë janë vjetra dhe mbesim gjatë. Tabelat digitale në shkollat e komunës së Gjilanit kanë qenë planifikuar me 250.000 euro. Paramenaj me ato para që ka bo, me për digitalizim të shkollave të komunës. I ka marrë, i ka shpenzu, furnizim, montim, saldim për kallëdot rrugëve. Nëse ato pare e ndame për digitalizim, i merr i harxhon për diçka tjetër, është absurde. Ka bo radiator, mbushje me antifriz, riparim grojeve, dhe unë i ka marrë të mjete, nuk ka shpenzu për shkolla, edhe sa për informimin të qytetarëve, asnjë investim kapital prej tyrave thanoke, të arsimi nuk ka ndodhur, e leja ato, po edhe këto që janë të rëndësishme për njerëzit e shkollave tona. Ndërtimi i rrugave për nevojat bujqësisë, kanë qenë planifikuar buxhet 125.000 euro për Zhegër dhe Malishev, atë buxhet e ka marrë, e ka shpenzu për Livoçat, 2 Livoçat, Velekinës dhe Pelepnis dhe Kmetovsk. Krejt në rregull është. Edhe ato do të ndërtuar me investu. Po pse nuk po e bën planifikimin me kohë? Gjetja e tretë, që është shumë aktuale që ne kemi ngritur të fundit, ka të bëjë me shpenzimin e 1.100.000 euro për punësimet e paleqshme në komunën e Gjilanit. Këto janë të dëshmuar në raportin e punës së kryetarit të komunës, i cili në atë raport që se ka raportuar ende, e ka të shkruar. Thotë të njësia personelit, faqe pjesa 7, njësia personelit,
Përveç tjerave, kontrata në vepër 354 kontrata në vepër. Para mendoje, një kryetari komunës, si Gjilani, nënshkruan 354 kontrata në vepër. Këto bojnë 650 euro vlerë e parafort e pagave të jashtë ligjshme. Dhe absolutisht gale se ka. Nuk kam jaftu kjo. Ka shpall të ndër, të cilën e kemi ngritë dhe të kalume, 500.000 euro për vlerën e shërbimeve të qeverisë. Edhe për ta si jem kundër. Ka nevojë në rregull jena. Shërbimet do të më afru. Sepse shpesh herë ne po hasme në këtë kuptimin e qytetarëve gjallë, po mendon sigur ne jemi kundër. Jo, nuk jemi kundër. Vetëm të respektoj procedurën ligjore të rregullimit të stafit profesional të realizoj nevojat e komunës apo institucioneve ku paraqiten si kërkesa. Pra, 500.000 euro janë punësu 46 familjar, po e thëmë familjar, sepse shumica absolute e tyre janë familjar të deputetëve që kanë rifitu besimin e qytetarëve të vetëvendosjes të Kuvendit Kosovës, janë familjar të drejtarëve komunal, të cilët i kanë rahatuar në konkurse të rregullta, 10 punësime, nuk jam njoftuar ajo, as komo kanë vepër, s'kan mujt një përfshi krejt, ta që kanë nisë edhe mahallat për punësojnë, dhe këtu i kemi për shembull vetëm të një deputetës janë 3 familjar. Të drejtorit shumë publike pashtë një familjar. Të drejtorave tjerë pashtë lidhje familjar. Të kryetarit komunës janë 46 punësime që e kemi ngritë edhe shqetësimin tjetër që është në kundërshtim me kontratën e të nënshkruar me operatorin ekonomik nga Prishtina, sepse ka të kalu vlerën e asaj që është planifikuar dhe ne vlerësojmë që është një çështje serioze, vepër penale, për të cilën ne si Parti Demokratike ju siguroj që të honën do ta paraqisim në institucionet e prokurisë, sepse sot nuk ka më problemi vetëm të qeverisë komunale, sot nuk ka problemi në Gjilan vetëm të kryetari komunës, as të drejtarët, as të deputetët. Problemi për neve si Parti Demokratike dhe për mua personalisht është shumë më i madh të heshtja e kësaj drejtësie në Gjilan, e cila absolutisht në asnjë rast nuk kemi informacione që ka luftu të keqen apo po parandalon. Sepse edhe ata janë hinë vallën bashkë me kryetarin e komunës për interesat vogla, po e lejojnë që të dëmtohen miliona euro përmes shpenzimit të buxhetit të pakontrolluar nga kjo qeverisje, po e çujnë ike sepse pak më i kanë mirë. Gjetja e katërt dhe e fundit se zota shumë është rënja drastike e tyra vetanake në vitin 2024. Janë 2.3 milion euro, ma pak të hyra në buxhetin komunal nga inkasimi i lejeve ndërtimore dhe i tatimit në provë. Pra, kjo edhe njëra shpërfaq shqetësimin tonë se në Gjilan po ndërtohet në shumicë në qendër të qytetit pa leje ndërtimore. Jo rastësisht ka rënje. Dhe këto 2 milion euro më pak tregojnë edhe njëherë pa aftësinë dhe jo ligjshmërinë në punën e inspekcionit, e cila fatkeqësisht edhe një drejtoresh që ka met, edhe asaj ju ka ngjitur një akuzë nga prokuroria themelore që po neve është shqetësim vete dhe ajo sot përballet me hetuesi, me prokurori, me gjykatë, sepse ka qenë e detyruar të heshtë ndaj parregullësive të ndërtimit pa leje Gjilan. Janë 8 vendime, sipas raportit vjetor të punës saj, janë që ajo i ka marrë 8 vendime për rënime, por asnjë nuk është ekzekutuar. Kjo flet shumë, domethënë merr vendime për rënime, është mundu drejtoresha me bë punën e vet, por urdhër për kryetarit kanë qenë që të heshtë dhe të mos veproj për rënime të objekteve pa leje dhe gjetja 5 që janë shpenzimet enorme të luksit që nuk po du me hi detaje, por shkurtimisht me përmendje. Që dallojnë shumë krahasim të raport punës kryetarit dhe raportit financiar. Të raporti kryetarit figurojnë shpenzime 16.680 euro për servisin të mjeteve. Në raport financiar pagume janë 29.886. Pra, tash ai kanë mshef, ai kanë pagu ka 2 herë, unë nuk e di, e që të nëmohë nga kryetari komunën sa në të vendin komunal. Per derivate, të raporti kryetarit figurojnë shpenzime vetëm 16.979 euro. Të raporti financiar të pagume figurojnë 64.113 euro. E mos flasmi për dreka zyrtare që janë 50.000 euro, e për shpenzimet të udhëtimit jashtë vendit, e për gjithçka tjetër është një shpenzim i pakontrolluar i paras publike. Dhe në fund krejt, këto lëvizje, këto mujtë e fund të këtij kryetarit komunës janë jashtëzakonisht
të rënda dhe të papranueshme, sepse e ka nis fushatën e tij prej tash, po krejt me pare të komunës, pa para të çfarë xhilanit. Ai po mundohet gjithçka, me një farë forme ka shpall një aksion, një fushat aksion që të blej heshtjen e qytetarëve të xhilanit dhe të kategorive të cilat janë të prerë më shumë si pasojë e qeverisë tina. Tenderi ka dhënë tender 120.000 € për 2 klube të sporteve ka çuar Turqinë Bushen. Krejt rregull është. Po është marrë për këtë qytetar komunës me i çuar në Turqi e mos nuk në gjendje as nuk e përmend mos stadiumin e Xhilanit. Heshtja klubeve, 2 klubeve të Xhilanit për mua është problem vete. Është keq që këto klube heshtin sepse nuk e meritojnë lejtarët dhe tifazët e Xhilanit, edhe të drejtës së Xhilanit që shkojnë të luajnë ndeshjet gati se sikur një vathë më lisheve, sikur një pra luftës, dhe këtë gjendje të blehet heshtja e klubeve me 120.000 € është e papranueshme. Kemi ka shpall tender për 157.000 € për ekskursionin e nxënësave të shkollave të mesme. Kjo është mashtrimi i fundit që tenton ky kryetar me ia bë nxënësave të shkollave të mesme. Ne nuk kemi kundër financimit të ekskursionit, por të financohen familje që ka nevojë, jo të financohet fëmia e atij që ka miliona biznes e pasuni, por të financohet fëmijë që ka nevojë dhe nuk ka mundësi prindërit me ja shpenzu. Po këto po e bën me qëllim që ta bëj sepse ai di që është paralizuar në mënyrë që ka shpenzu, që ka publikuar tenderin. Jo koha jemi në fund vitit shkollor, është afatet ligjore, tenderimi, njoftimi, ankesat eventuale që mund i bëhen në një operator ekonomik e pamundësojnë dhe vështirësojnë implementimin e këtij projekti dhe në fund ky e bën me qëllim sepse vitin e kaluar e anuloi komplet ekskursionin për treguar që po duhem në rend për shkak parregullsive të ndryshme, ndërsa këtë vit kur janë shkuar nxënësat kanë kërkuar takim me kryetarin e komunës, kanë bë presion për me leju me shkuar në ekskursion, kë thotë jo, unë këtë vit ja lejoj me ekskursionin, po dhe ja paguaj sepse jena në fushat. Dhe prandaj këto parregullsi, këto aksione, këto parregullsi, këto shpenzime janë shqetësim vete dhe ne si Partia Demokratike tani tutje jo që e kemi nisë fushatën para kohe, po nuk do të tolerojmë më as drejtësia të flej, ne do të marrim masa sepse kemi ndëruar mjaft, kemi prit gjatë që të veprojë. Ata nuk kanë vepruar, ne do të veprojmë në forma ndryshme te dy institucione të rëndësishme që janë, edhe te gjykatat, edhe te prokuria e Xhilanit, sepse kanë përgjegjësi, më kujdes për gjendjen në komunë. Faleminderit s'ka spota. Zotë Rashidi, pa dashur me banalizu interesimin pyetjen time. U fol për projektet kategorisë rond, që është stadiumi, bulevardi i qytetit, e që janë proklamuar prej vetë kryeministrit gjatë fushatës si projekte të realizuara. Flasim për projektet e kategorisë pendel, i quaj ashtu. Leta. Përshojmë ndërrimi i adresave, i numrave të objekteve, që është bërë një qejs i keq në qytet, sepse ki objekte ku i shohim 2-3 numra në të njëjtin objekt, ku jeton vetëm një familje, madje këto i shohim edhe në objektet e tona ku jetojnë. Ndërsa edhe sot, në 2025, ndërsa po folmi për këtë projekt, faturat që na vinë secila faturë me një emër tjetër, që në këtë rast, për shembull, përticimi i donave nëpër bankat e Kosovës, kërkohet fatura e rrymës pikërisht aty ku është adresa gabim vlagjit ku jetojnë. Pse deri tash nuk u marrë një iniciativë prej kuvendit komunal në këtë rast që bëhet pastrimi edhe identifikimi i saktë i adresave ku jetojnë banorët e Xhilanit. Edhe e dyta është me që jemi këtu ku në këtë konferencë rruga dhe mjashare në zemër të qytetit, e cila është ngushtuar dhe kemi parasysh që sidomos kohët e bashkëdhëtarëve kur fillojnë të rriten kolonat në qytet. Një rast i emergjent si zjarfikza apo autoambulanca, këtu në këtë qysh është rrugë nuk ka mundësi me u liru rrugë ose policisë. Dhe a keni pas ndonjë reagim rreth kësaj dhe çka duhet me ndodhë me këtë projekt? A duhet mundojnë më rishiku apo duhet me lënë finalizu? Faleminderit Azan për pyetjen.
E tha interesant pyetjen. Për projektet e mëdha, fatkeqësisht asna mos i opoziti i ndërzu me diskutu sepse kryetari nuk mirën ato projekte, janë blloku, ministrat e vjen mërzime fol për këto, edhe tash po mirëmi me projektet mesme, e që fatkeqësisht të letat, të voglat që po i përmendni ju, edhe këtu po dukon pa rëndësishme që janë shumë të rëndësishme. Unë jam i bindur që ka qindra probleme të vogla që nuk kërkojnë kur gjo ma shumë sa punë e vullnet me kry. Mungon vullneti, mungon gatishmëria me bëni punë mirë e marrë që shtojnë. Nuk ka punë buxheti. Unë e kom pas rastin vet, kam qëllu në shpe kur ka ardhur me vendos numrin e shtëpisë time. A besoni që koha sa kanë harxhu dë zyrtar me sekonda ka qenë pyetje. Do të thonë, më thon 15 sekonda kanale kanë vendos numrin e kanec. Kjo nuk ka shëllimi të punëtorët, po është shëllimi të një drejtar, i cili del paraqet shifra të paqëndrueshme, të pasakta, del me thënie të rëndësishme filozofave të botës i paraqet në publik, por nuk mirët me problemet e vogla, e që janë të rëndësishme me zgjedh, sepse aty u dash vetëm kontratë ku të ekzekutohet vendosja e numrit me qenë edhe zhvendosja. Nëse ka vendos 15 sekonda me marrë me vendos, një 10 sekonda e kishë marrë me ek, por gjysmë minutë e shkry. Po këto asë ta nuk kanë gjende me bo. Shka kime folë ma shumë. Se përket e projekti i Ademjasharit, ne këto kemi reagu 2 herë, s'paku, se Partia Demokratike e kemi shpreh shqetësimin tonë, është absurd i llojit vet që të ngushtohet trotuari, të ngushtohet rruga për mi kriju disa të mjeteve parkingje. Kjo është banalitet i llojit vet që den me bo vetëm ky kryetar i padalëm, sepse ky ka qenë ndoshta një 2 herë jashtë vendit, po ky nuk ka pa shtetet dhe qytetet moderne, qysh i ikit komunikacionin qytet, qysh bëhet zgjerimi të trotuareve, qysh bëhet gjelbrimi i rrugëve dhe qysh i mundësohet këmsorëve me ecë shlirë në për rrugë të Gjilanit, edhe këto nuk kanë gjendje me bo. Mos flasmi për problemin që ballafaqohen personat me aftësitë kufizume, kërkon nuk i pasat ende një intervenim për me ja mundësu një lëvizje normale. Prandaj, çka të flasim për projekte të vogla, flasmi me ditë të tëra. Ne po kthehemi tash te një problem tjetër, sot shkoni në ambulantën e qytetit Gjilanit, në QKMF, lifti që një vit e gjys, 2 vite ka që nuk punat. Objekti i ri, ndërtë investimi i ri, është prish, lifti ndoshta për 10 herë nuk rregullohet. Pacientët shkojnë me marrë shërbime në ambulant, nuk janë gjendje me shku ka dytë, apo me shku ka të parë për analiza sepse nuk janë në gjendje një lift me rregullu që 2 vite. E mos flasmi për gropat. Kur gjënë së në gropat e rrugëve, që po i shumë në qytet, së me një ambulant, shkojnë në ambulanta, vizitane, gropa ki. Komën e thënë pacientit të hecë. Si janë në gjendje as gropat me ana në institucionit me rregullu. Fatkeqësisht është degradim i plot dhe papunësi e madhe këtë qeverisë. Nëse ka dhe që të pyetje? Akuzat më të fundit, nga Drejtoria e Shëndetësisë ka ardhur përgjigje, qysh e vetë sani, edhe një pyetje tjetër, ky aktivizim më i madh i juve, a do të thotë se fushata zgjedhore lokale po afrohet? Te e para, ky drejtar që sot do dhejt në shëndetësinë, fatkeqësisht është në nivelin e pa aftësisë ti me udhëheq një sektor të rëndësishëm si që shëndetësia. Nuk po du me i në gjështë personale, por ai doktor, ai është një student i mjekësisë, nëse s'ka bëj ka një 10 vite që është, kishte qenë shumë më mirë për ta, për familjen e tina, me kry shkollën e vet, më bo doktor një herë, pastaj më udhëheq shëndetësinë. Ai nuk është jashtë më udhëheq shëndetësinë, unë e përmenda rastësisht tash një lift nuk ka gjendje me drejtë, ndërsa dele arsyetohet për 46 konsum familjar të tina ka, dhe të tjerëve, dhe thot që PDK-ja dhe Rjadi ka që emra presion kompanisë për i punësu 2 emra. Leta publikojnë, sukurën që publikoj, gjdo çështje publikoj. Unë e kem thonë atje në reagimin tim. Me atë kompani, kur farë komunikimi, kur njëtë nuk kanë pasë. Asë nuk e di kush është pronar. Edhe një rast, kur unë e kem kërku para 5 muajve, që të lisë që është afru për akredite, ka 5 muaj që kam kërku une zyrtarisht këti drejtori. Nuk ka dash në përgjigje, sepse ka dash një shef të bamat e tina. Kur është në rregull që shka nuk ka pse me mojt në shef, një kërkesë që e bën një subjekt politik. Ofre listë në rregull dhera, jo e ka mojt në shef.
Kemi bërë ankesë në Agjencionin për Informacion dhe Privatësi, e ka xhobit këtë drejtar dhe këtë orën e komunës për shkeljet e ligjit të qasjes në dokumente publike. Kur e ka marrë xhobën, tek pas 2 ditë e ka dërgu këta. Kur e ka dërgu këta, ka dalë ajo që ne kemi ditë. Dhe absolutisht unë nuk kam pas komunikim as me kompani e as çështje tjera të cilat ai ngrit, po normalisht që kur del skandali, tani dosh me hudh dikat tjetër problemit. Se përket tjetra pyetjes di cila ka, çka kanë njëra. Po, për fushat. Fushata, ne jemi fushat për herë, sepse Partia Demokratike asnjëherë nuk ka hesht dhe nuk hesht ndaj parregullsive, e sidomos kur janë rritjet dhe në mos të shtume mujtë e fundit, këtë fushatë ka nis kryetari i komunës, të kesh përdor buxhetin komunal, ndërsa ne kemi nis fushatën për me parandalu kesh përdorimin e jashtëzakonshëm që po ndodh nga ky kryetar dhe ta drejtor komunal. Dhe s'ka të përshpytje, falenderas shumë për prezencën e juaj.